Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të lexojmë Psalmin 122. Psalmi Davidit, Psalmi 122. Lutja për paqen e Jeruzalemit, këngë e shtektimeve nga Davidi, Psalmi 122. U gëzova kur më thanë, shkojmë në shtëpinë e Zotit. Këmbët tona u ndalen brenda portëve të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit, sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan, pas të paqe brenda mureve të tua dhe begatin pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi, tani do të them paqe qoftë te ti. Për hir të shtëpisë të Zotit Perëndis ton, unë do të kërkoj të mirën tënde. Amen, fjalës të Zotit. Davidi që ka shkruar këtë psalm, të kujtohemi pak se ishte një mbret, të cilin Perëndia e vajosi mbret, le që ishte një i fundit nga bit e Izraelit dhe nga familja e tij. Atje i harruar nga vetë baba i tij, do të thonim ishte çoban me dele që kishin dërguar. Por kur Perëndia kishte marrë vendim të bekoj, askush nuk mund ta ndaloj. Kur Perëndia ka marrë vendim të bekoj, askush nuk do të mund ta ndaloj atë. Tani kërkesa është se ai njeri ishte besnik dhe nga një djalë i ri me pak dele që ishte, Perëndia e bëri mbret në popullin e Izraelit dhe mundësisht arriti në atë pikë që njeriu Jezu Krisht të quhet bir i Davidit. Dhe është e mrekullueshme ajo që bën Perëndia me shërptorët dhe shërptoret e tij. Ky njeri, pra Davidi, mbreti, i cili tani më i ka të gjitha, ka pallatet e tij, ka shtëpinë e tij, ku Perëndia i adhuroi dhe ndihmoi ta ndërtoi, sikurse e pam në rrallën e kaluar në fjalën e Perëndis, se si Perëndia vetë e ndihmoi që të ndërtojë një shtëpi shumë të madhe për veten e tij. Por dëshira e tij ishte të ndërtonte një shtëpi Perëndis. Aleluja. Donte të ndërtonte shtëpinë e Perëndis. Ma Perëndia a mund të hyjë në një shtëpi njerëzore? Kur Solomoni i biri më vonë, sipas urdhrit të Perëndis dhe sipas të zgjedhurit që i bëni Perëndia, duke bërë tempullin e Solomonit, të ashtu quajtur, vjen dhe dëshmon vetë Solomoni duke thënë se a mundesh ti, o Perëndi, të banosh në një shtëpi të bërë me dorë? Këtu i gjithë qielli është froni yt, dhe e gjithë toka është stol që mbështet këmbët e tua. Pra çfarë mund të bëjmë ne për ty, o Zot? Të ndërtojmë një shtëpi për ty? Mundësisht njerëzit në botë janë shmangur akoma më tepër duke ofruar për kushtime, njëtën që vaj, që thonim dikur, apo duke ofruar ar apo argjend, ti përkushtojnë tek Perëndia në shtëpit fetare, që mendojnë duke menduar se kështu kënaqet Perëndia. Por e dim vëllezër dhe motra dhe e njohim dhe Davidi e dinte këtë, se Zoti thot banon në një vend të lartë, por banon edhe në zemrën e përulur dhe në frymë të përulur. Dhe dëshira e tij, e Davidit dhe e Solomonit më vonë, ishte të ndërtohej një shtëpi për Perëndin, por për të lavdëruar Perëndia në atë vend, të lartësohet Perëndia,
që të mblidhen të gjithë fiset e atëhershëm të Izraelit për të lartësuar dhe lavdëruar emrin e tij të shenjtë. Dhe sikur këtu na thot Davidi dhe dëshmon diçka që ka përjetuar në jetën e tij, u gëzova, thot, kur më than të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Kush ja tha të shkojmë në shtëpinë e Zotit? Ja tha bota? Njerëzit e pandershëm? Ja than njerëzit që janë në neverit dhe në pandershmërit? Pa tjetër që jo. Por vëllezërit e tij ja than, eja David, shkojmë në shtëpinë e Zotit, shkojmë aty të lavdërojmë Perëndin, të lartësojmë Zotin. Dhe unë, thot Davidi, kur ma than vëllezërit e mi këte, u kënaqa, u gëzua shpirti im, sepse kam provoj në shtëpinë e Zotit, banon vetë Perëndia. Jo tek muret, jo tek gurt, apo në kolonat, apo në tullat e ndërtimit, por në zemrat e vëllezërve. Aleluja! Në zemrat e vëllezërve. Dhe u gëzova, thot Davidi, jo vetëm që u gëzova mundësisht, por u kënaqa, thot. Ma, a gëzohesh, ose a kënaqesh kur vjen në shtëpinë e Zotit? E dini, mundet që një moment djalli të na i përshtjelloj gjërat. Veçanarisht kur ekziston ndonjë problem me ndonjë vëlla, me ndonjë motër në kish, kam diçka me dikend, tani ku të shkoj në kish, ta shoh, të mos e shoh, çfarë do të bëhet? Shporru nga unë, Satan. Unë do të shkoj në shtëpinë e Zotit tim. Do të shkoj të më bekoj Zoti. Do të shkoj të më shëroj plagët e mia. Sepse kemi plag vëllezër dhe motra. Dhe gëzohemi të vim tek doktori për të shëruar plagët tona. Dhe kemi thënë përsëri vëllezër dhe motra se gjithë secili prej nesh në shtëpinë e Zotit është një gur. Na e thot shkrimi këtë. Një gur i gjallë, jo gur i vdekur, por gur i gjallë. Dhe gjithkush prej nesh është i nevojshëm për ndërtimin në shtëpinë e Zotit. Dhe Zoti, aty ku do të vish, të jesh siç je, i plagosur, i dobët, apo sido që të jesh në çfarë do gjendjet, jo vetëm të të shëroj, por edhe të të jap forcë dhe talent për të ndërtuar që të ndërtohen edhe të tjerët. Dhe kështu, aty ku do të duash të vadisësh, do të vaditesh vetë. Kështu thot fjala e Zotit. Kush don të vadis, do ta vadis Zoti, ta ujta, si ta themi ndrysh. Kur të duash të japësh, të ofrosh nga ato që Perëndia ka për të të dhënë, nga ato që Perëndia do të jap në lutje në shtëpinë e Zotit, atëherë do të ujit vetë Zoti ty. Për këtë arsye thot, u gëzova kur më than të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Pra mos shif nga bota të thot dikush shko në kish. Askush s'ka për të ta thënë. Kur unë hyra në kish të paren herë, shumë në fillim të besimit, pra kur erdha fillimisht më thot nëna ku shkon? I them shkojnë në kish, atje ku shkojnë xhaxha im, ku atje tek ato heretikët? A nuk e di nëse janë heretik apo jo, por unë di se lexoj Ungjillin dhe më ndryshoj jetën Krishti. Dhe dua të shkoj në kish, jo të shoh muret, por dua të shoh ato njerëz, aleluja, të shoh kishën e Krishtit, vëllezër dhe motra. Vëllezërit dhe motrat. Nuk i njifja, nuk i dija vëllezërit, vetëm xhaxhain tim me të shoqen njifja, por të gjithë pastaj njofta. Dhe kur erdha fillimisht në një që ishim mbledhur në Luca, aty ku ishim, ishte ora e lutjes. Kur u futa brenda, të parën herë që hyra në kish, dëgjova lavdërime, gëzime, kishin ngritur, më kujtohet një i ri që kishte ngritur duart lart dhe bërtiste me forcë, duke lavdëruar Zotin. Dhe than fut tani në këtë moment, tha xhaxhai, çfarë do të pësoj? Unë për kur pash të rinë që lavdëronin Zotin, thash, këto njerëz adhurojnë Zotin me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Unë deri atëherë adhuroja skuadrat e futbollit, Panathinaikon dhe Olympiakon, kurse këtu adhurojmë Perëndin, aleluja.
adhurojmë Zotin. U gëzova kur më thanë të shkoj në shtëpinë e Zotit. U gëzova, dhe nëse nuk u gëzova dhe kam plag, të lutem o Zot, eja, shëroj plagët e mia. Ndreqin marrëdhëniet e mia me vëllezërit. Na bashko të gjithëve në shtëpinë e Zotit, na bëj një, sepse më poshtë thot një lumturi të bukur që thot, kërkoni paqen e Jeruzalemit. Kërkoni paqen e Jeruzalemit dhe të jenë të lumtur ato që do të duan. Ato pra që duan kishen, ato që duan të mirën e vëllezërve, kjo është kisha. Të janë vëllezërit. Thot se do të jenë të lumtur. Kjo është premtimi i Perëndis, do të kenë mbarësi. Këmbët tona, thot Davidit, do të ndalen brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalem, kisha e Krishtit sot. Thot Davidi, këmbët tona të qëndrojnë tek dyert. Cilat janë dyert? Dyert atëherë kur dera që të futën në qytet, ishte vendi ku kalonin të gjithë në për atë derë ose portë të qytetit. Nëse donte që dikush të shifte të gjithë banorët e qytetit, çfarë bënte? Do të rrinte tek porta, dhe kush hynte dhe kush dilte e shifte. Do me thënë, shkoj në kish për të parë vëllezërit. Dhe qëndroj të shoh të gjithë vëllezërit, do të kënaqem të kem bashkësime, do të këndojmë imne së bashku, do të dëgjojmë dëshmitë së bashku, do të jem me ta gjatë gjithë javës dhe të kem bashkësi me ta, qoftë në vendin ku është kisha, qoftë me telefon, apo qoftë në shtëpi që mblidhemi, pra do të kem gëzim të mblidhemi në Jeruzalem, në dyert e Jeruzalemit. Por jo dikund i fshehur në një kënd, në një cep, larg vëllezërve, larg motrave. Davidi nëpërmjet frymës të shenjtë na tregon se ka zell për kishën, dëshirë të madhe të shoh vëllezërit. Thot tek treshi, Jeruzalemi i ndërtuar si një qytet, i bashkuar mirë. Shikoni tani, një qytet që është i bashkuar mirë njeri me tjetrin, të lidhur. Ky është Jeruzalemi. Kjo është kisha që don Krishti të jetë sot. Në këtë stat do të arrim, don Zoti, jemi, o Zot na ndihmo, jam i bashkuar mirë me kishën, a jam i bashkuar mirë me vëllezërit e mi, me shërptorët e Perëndis, a jam i bashkuar mirë me të gjithë vëllezërit, ta shoh vëllezërt e motra në jetën time, të shoh veten time se mos vall ka diçka që më ndan me veçon nga kisha. Sepse për kishën e tij, Perëndia don të jetë e bashkuar, të jetë një. Sikur thot Krishti se unë dhe ti, o atë, jemi një, dua edhe ato dhe tregon për dishepujt, tek ati dhe thot edhe ato, o atë, dua të jenë një me ne. Dhe kjo është lutja e vetë Krishtit. Çfarë thoni që lutja e Krishtit a dëgjohet? Patjetër që dëgjohet. Në leqe edhe ne do ta pranojmë, sepse kishën e tij Krishti do ta bekoj. Zoti do ta bashkoj, por në qoftë se unë e vej veten time dhe në kish për të jetë qenë i bashkuar me kishën, të jem një trup me kishën, si do të më ndihmoj Zoti? Në qoftë se unë iku nga kisha, largohem nga vëllezërit. Aty ngjiten fisët e Zotit sipas fisët e Zotit për të kremtuar emrin e Zotit. Kush është qëllimi që të vi në kish? Të shoh vëllain tim, të shoh motrën time. Mirë është kjo, por përpara së gjitha çfarë duhet? Të lavdëroj Zotin. Aleluja. Mas është nevoja ta lavdëroj edhe nga shtëpia ime. Nuk le të qëndroj në shtëpinë time dhe mundësisht tani që kemi dhe internetin, të vej edhe internetin të dëgjoj predikimin. S'është nevoja të shkoj në kish. Jo. Në shtëpinë e Zotit thot fjala e Perëndis. Në shtëpinë drejt për së drejti ta dëgjojmë. Ma jam i sëmur. Nuk mundem se jam i sëmur që të shkoj në shtëpinë e Zotit, do ta vej, do ta dëgjoj nga interneti. Por kur mundem, domethënë s'kam dhënë një problem shëndetësor, do të ngjitem thot fjala e Perëndis. Sepse shpesh herë
që të vinë në shtëpinë e Zotit është ngjitja, nuk është kollajt të ngjitesh, së pari sepse djalli do të vej pengesa. E kemi parë vëllezër të gjithë ne shumë herë. Të gjithë e kemi parë se djalli nuk don të vinsh në shtëpinë e Zotit. Por ti thuaj, shporu nga unë, Satan. Në shtëpinë e Zotit do të shkoj, edhe po pata vështirësi, do të ngjitem. Do të luftoj, do të mundohem që të shkoj, mas do të shkoj me vështirësi të parë, të them një vështirësi e vogël të mos shkoj në shtëpinë e Zotit. Kujtoni pak Zakeun. Pati vështirësi ta shifte Krishtit, por nuk bëri mbrapa, nuk tha jam i shkurtër, nuk e shoh dot, por jo, shkoj e bëri atë që mundi. U ngjit në një fik për të parë Krishtin aty ku do të kalonte. Ose të katërtit që po mbanin të paralizuarin, nga dera nuk mund të futeshin sepse ishte plot me njerëz. Ne bëjmë çfarë mundem, por tani kemi punët tona, kemi ku të shkoj jam edhe i lodhur, më ka kapur edhe mesi pak, ku të shkoj tani një gjysore në kish, një gjysore rrugë, jo vëllezër dhe motra, do të ngjitemi, dhe ku ngjiten? U ngjiten në çatinë e shtëpisë. Ngjitu në pemë, duaj e kishën, që të kesh dëshirë në zemrën tënde, por dashuria, vëllezër dhe motra, që vjen nga brenda nesh nëpërmjet frymës të shenjtë. Për këtë arsye kemi nevojë për frymën e shenjtë. Kemi nevojë të preket zemra jon nga fryma e shenjtë, që të mbushet zemra jon me dashuri, në mënyrë që ta duam Zotin, sikur se kemi thënë, se dëshira e parë për në mbretërinë e qiellit është Zoti. Pastaj të kem dëshirë të vinë në kish për të shërbyer Zotit, të jap nga ato që më dha Zoti. A don të japësh ato që të ka dhënë Zoti? Thuaja brenda tejet, amen. Thuaja nga vetja jote. Nëse thua se nuk kam gjë, fjala Perëndis të thotë se ke, sepse askërkush në kish nuk tepron. Të gjithë janë të vlefshëm, janë gur të gjallë në kish. Një ditë erdhi një vëlla dhe ofroi diçka. Dhe më tha, vëlla, kjo është gjëja më e vogël që mund të bëj. S'mund të bëj diçka tjetër, por këtë mundem ta bëj. E dini vëllezër dhe motra, sa e rëndësishme ishte ajo që ofroi? Nuk u a them dot se kush dhe çfarë, por në sytë e mi të paktën ishte një gjëja më e rëndësishme, sepse e dija mungesën dhe nevojën që kishte kisha. Vëllai tha, po jap diçka nga ajo që kam, nuk ishte diçka ekonomike, mos thuani se ishte ekonomike, e ofroi thot, dhe dha me gëzim vëllai. Dhe dëshmoi dhe tha, vëlla, është gjëja më e pakët që do të mund të bëja. Por e dini vëllezër dhe motra se mbuloi një boshllëk të madh që ekzistonte. A gjetë e pakët që ke dhe mund të jetë ai 2 cent i së ves, jepe. Eja në kish të ofrosh, eja ta japish në kish, dhe pasi ta japësh, Zoti do të ujit, do të përmbush, do të mbush aty ku do të japësh bukë dhe peshq, Zoti përsëri do ta mbushë koshin tënd. Dhe thua Zot e bosh atisa, i shpërndava të gjitha. Do të shosh tek Zoti dhe do ta mbush përsëri. A don ta mbushë përsëri koshin tënd Zoti, apo don ti vet nga vetja jote? Po ta mbushi unë vetë nga vetja ime, mund të marrë një bukë, mbase nga më të lirat. Por nëse ja jap Zotit atë që kam, ato 1 euro që kam, dhe t'ja bashkë me koshin Zotit, çfarë do të bëj Zoti? Do ta mbushë Zoti, gjithë furrën do të fuzën atë koshin tënd. Po përse të ta jap gjithë furrën? Që të ulesh në një cep dhe të hash bukët që të dha? Jo sigurisht, por që ti marrësh ato bukë dhe të shkosh tek gjithë secili nga një që ka nevojë dhe kanë uri që t'ua japësh dhe të ushqehen. Aty ngjiten pra fisët, sipas asaj që është e urdhëruar. Domethënë, ekziston koha, ekziston vendi dhe ekziston edhe mënyra. Pra vendi, ne këtu ku jemi në Kifisja, dje i kishim qenë në kishën e Nikjat, vëllezërit e Nikjas në Nikje, vëllezërit të tjerë këtu, të tjerë tjetër kund,
Pra ka vend të përcaktuar dhe e them përsëri, a nuk mund të jem jashtë kishës vetëm dhe të hyjë në mbretërinë e qiejvet? Fjala e Perëndis thot se Zoti ofron ose shton çdo ditë ku në kishë të shpëtuarit, në kishë. Dhe nëse se Krishti don që të kemi mësimin e apostujve, nuk është vetëm të dielen mësimi i apostujve, por sa herë që mblidhemi në bashkësi me njëri tjetrin, dhe aq më tepër sa më shumë të shihni fundin që po afrohet, dhe është fundi vëllezër dhe motra, kaq më tepër të shihni të mblidheni, dhe unë do të them se është nevoja, e kemi të nevojshme vëllezër dhe motra. Vendin, kohën dhe mënyrën. Pra të gjitha kanë mënyrën e tyre, kohën e tyre dhe vendin e tyre. Adhurimi jon, tani dëgjojmë fjalën e Perëndis. Nuk bëhen tani profeci, tani dëgjojmë fjalën e Zotit. Në orën e lutjes, aty dëgjohen edhe profecit. Në orën që marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, deklarojmë vdekjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Aty është ora e pendesës, është ora që përpara Zotit, ora kur të ham së bashku në bashkësi me njëri tjetrin të diela që mblidhemi, tjetër ora jo. Pra, çdo moment është ndryshe dhe e përcaktuar në kishën e Perëndis. Nuk ka parregullsi, por i japim edhe mundësinë që lirshëm të lëviz fryma e shenjtë në mes nesh. Aty janë vend fronet. Fronet ku janë? Froni është vendi ku je ulur, stoli në të cilën rrin, karrigja në të cilën je. Është vendi yt, është froni yt. Dhe nga ato frone thot, janë vend për gjykimin, fronet e shtëpisë të Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit. Paqen e shef dy vëllezër që kanë divergjenca mes njëri tjetrit. Vrapo, nëse mundesh që të bësh paqe mes tyre, të lutesh dhe të ndërhysh nëse mundesh. Por kur shef zemrën tënde që shkon për të prishur, vrapo që ta ndreqësh zemrën tënde me vëllain apo me motrën nëse ke diçka. Kërko pra paqen e Jeruzalemit, të mirën e Jeruzalemit, frydhenjen e Jeruzalemit, dhe e them përsëri, në këtë paqe që do të kërkosh, do të jetë edhe që të përdoresh atë që të ka dhënë Perëndia për ndërtimin dhe bekimin e vëllezërve. Për këtë arsye japim të bëjmë paqen në kishe, Jeruzalem kish do të thotë. Të ka dhënë Zoti 2 talenta apo 5 talente, mos i fsheh, që ti fusesh, ti fshesh në dhe apo në një shami dhe të thuash tani lëre atje. Jo, Zoti ti ka dhënë për të ndërtuar populli, që të vi paqja në Jeruzalem. Dhe atëherë do të ekzistojë për ty atë që thot fjala e Perëndis. Le të kenë mbarësi ato që të duan Jeruzalem. Le të pas paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua. E dini se Jeruzalemi është i mbushur me pallate, por jo me pallatet e kësaj bote. Kisha nuk ka pasuri të kësaj bote në te, dhe nëse kërkon pasuri në kishën e Krishtit, nuk ke për të gjetur. Dhe nëse kërkon gjëra të botës në kishën e Krishtit, nuk duhet të gjesh. Dhe nuk duhet të ekzistojnë gjëra të tilla, dhe stolit të tilla dhe dëshira të tilla në kishën e Krishtit. Gjëra të botës nuk i duam. Nuk i duam vëllezër. Duam pallatet e Jeruzalemit të jenë të pastra, të shenjta, të bekuara, sikur don Zoti. Dhe pasuria e tyre të mos jetë pasuri e kësaj bote, por pasuria e Krishtit. Dhe nëse vjen Krishti të banojë në pallatet e Jeruzalemit, çfarë duam tjetër vëllezër? Nëse vjen fryma e shenjtë dhe na mbush të gjithëve dhe vazhdon dhe flet Zoti me profecitë e tij, dhe nëse ka lavdërim dhe imne, nëse ka brohoritje, çfarë tjetër duam vëllezër dhe motra? Çfarë tjetër të kërkojmë? Të kërkojmë për makinë të shtrenjtë, për makinë për shtëpi të madhe. Aleluja, po ikim vëllezër dhe motra. Duam të pasurohemi nga pasuria e qiellit dhe një moment të gjendemi përpara tij kur të na therras.
Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi, do të them paqja qoftë te ti. Për hir të shtëpisë të Zotit, thot Davidi, unë do të kërkoj të mirën tënde. Amen, fjalës të Zotit.